pak më prapa, historianët thonë që është shekulli shqiptarëve. Edhe mund të them që Vjeshta ishte e shqiptarëve. Të dy kombëtarët tona bën një paraqitje fantastike në ecurinë e tyre drejt play-offit në kampionatin botror. Mendoj që deri në mars shumë gjëra ndryshojnë. Ne nuk mund të themi sot që Kosova do kualifikohet. Dëshira është ajo që për të kualifikuar. Edhe për ju them diçka, gjëja më e bukur që mund na ndodh neve si kombë është që Kosova, nëse shkojmë në kampionatin botror, do njihet nga gjithë bota. Edhe është një njohje e paparë ndonjëherë. Do na njohin për herë të parë e gjithë bota. Po. Për Kosovën që është aq e vogël sa edhe në Europë kemi ato vështirësitë tona gjeografike. Po e njëjta gjë edhe për Shqipërinë. I kam parë të dy lojët, jam emocionuar, edhe gjëja që më ka bërë më tepër përshtypje ka qenë dy presidentët, presidenti Ademi dhe presidenti Duka. Mu duknin sikur kishin dalë nga loja, edhe po festonin me një gëzim shumë të madh. Më ka bërë përshtypje, sidomos ajo ecja e Dukës në dhomat e zhveshjes dhe përqafimi me Silvinion, edhe gjithashtu edhe gëzimi shumë i madh që kishte presidenti Ademi në dhomat e zhveshjes. Për sa i përket lojës kundër Slovakisë, loja është 50-50. Çdo lojë kur hyn çdo trajner e përgatit lojën 50-50, si në faktin defensiv, si në faktin ofensiv. Po gjëja më kryesore është që lojtarët të kenë kontinuitet në klubet e tyre. Mos të kenë dëmtime, edhe ta kenë formën sportive më të mirë të mundshme. Kjo ka rëndësi, pavarësisht dëshirave tona. Nëse lojtarët na vinë nga ekipet pa dëmtime, që kanë shumë lojë, me atë që na kanë transmetuar gjatë gjithë kësaj vjeshte, themi, kjo është gjëja më kryesore. Nuk ka rëndësi se si e mendon trajneri, çfarë skeme do lozë, 3-5-2, 4-3, këto janë opcione gjitha në tavolinë që zgjidhen. Edhe janë çështje të zgjedhura. Po nëse neve na vjen Ramani në grand form, na vjen Muriqi në grand form, na vjen Muslia me atë gol spektakolar që na kundër Zvicrës, atëherë ne kualifikohemi. Janë lojtarët ato që bëjnë diferencën kryesore. Nuk është as ne që nga studiot televizive, që nga njerë bëjmë dhe ne gabime shumë të mëdha që krijojmë një pritshmëri që s'duhet ta krijojmë, duhet të jemi pak me këmbë në tokë. Po gjëja më e rëndësishme është forma sportive.